Sot në një episod shumë të veçantë të Bob Topit, po flasim për superhyjet brenda natës Velvet Devenir. You're amazing. You gotta work hard to make it look easy. You gotta believe it. You gotta make it look money. If you want to be as famous as me, you gotta work. Watch me work. Pra, çfarë doni të dini? Unë jam një libër i hapur. Qerësisht të hapur. Ne po shkruajmë romane. Mirë, po. Cilët janë disa nga frymëzimet tuaja? Sinqerisht, Veli ka qenë gjithmonë frymëzimi im. Frymëzimi im më i madh, do të thoja përsëri vetvetja. Një gjë është e sigurt ama, pas 2 muajsh në sken, dysha e superhyjeve do të marrin çmimin prestigjioz të përjetshmërisë. Kjo do të thotë festosh një jetë me arritje. Siguroni që të shihni performancën e tyre këtë fundjavë në kufolin e tërpimit. Pyetja e fundit, si qëndroni ju superhyjet më të mëdhenj që ka njohur ndonjëherë mali i egër? Cili është sekreti? Sekreti? Nuk kemi sekret. Kush tha që kemi një sekret? Ajo që po përpiqet të thotë vëllai mi qet dhe koktul, është e thjeshtë me të vërtetë, duhet vetëm shumë punë dhe shumë talent natyror. Nëse do t'japim shfaqjen në kupol, duhet të kemi më shumë troll.